Milani nuk ka ndërmend të heqë dorë nga Granit Xhaka derisa ta vesha atë me fanelën kuqezi. Mesfushori i Bayer Leverkusen i përshtatet mjaft mirë formacionit që ka në mendje trajneri Massimiliano Allegri, të cili do të sillte eksperiencë dhe personalitet në ekipin e Milanit për sezonin e ardhshëm. For Leverkusen here and the shot. Në orët e fundit është për të regjistruar një sinjal i fortë i gatishmërisë nga ana e shqiptarit të Zvicrës për të transferuar në Milanello. Sidoqoftë më parë duhet të bindet klubi gjerman për ta lënë atë të lirë, dhe natyrisht kjo nuk do të jetë as pak e lehtë, sipas asaj që ka shkruar Italiania La Gazzetta dello Sport. Drejtori i ri sportiv milanist i Glitare pritet të zhvillojë kontaktet e para me Bayer Leverkusen gjatë kësaj jave, në mënyrë që t'i afrohet më shumë i lojtarit të Bazelit, Borussia Mönchengladbach dhe Arsenalit. Në ditët në vazhdim pritet që kuqezit të hidhen në sulm, duke shpresuar që të investojnë pak më shumë se 10 milionë euro, duke pasur parasysh se po flasin për një lojtar 32 vjeçar. Në këmbim, Leverkuseni mund të kërkojë Milanit qendërmbrojtësi gjerman Malik Thiaw, i cili vlerësohet së paku 25 milionë euro, nga ana e drejtuesve të gigantit italian.